Një delegacion I lartë I Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni I udhëhequr nga Reis Ulemaja Haxhi Sulejman Efendi Rexhepi, sekretari I Bashkisë Fetare Islame Afrim Aliu, muftiu I Gostivarit Shaqir Efendi Fetau, muftiu I Shkupit Ibrahim Shabani, qëndruan për vizitë në komunën e Gostivarit ku u pritën nga kryetari I komunës Nevzat Bejta. Vazhdimi I bashkëpunimit të shkëlqyeshëm dhe realizimi I projekteve të muftinisë së Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, që janë në interes të qytetarëve të Gostivarit, u biseduan në takimin e kryetarit Bejta me përfaqësuesit e lartë të Bashkisë Fetare Islame. Kryetari Bejta në konferencën për shtyp tha se do të vazhdojë bashkëpunimi I ngushtë me Bashkinë Islame dhe me muftininë e Gostivarit. Na, edhe në mandatin e parë, po edhe në mandatin e dytë, kemi pasur bashkëpunim të ngushtë dhe të mirë me Bashkinë Islame, si në nivelin qendror, ashtu edhe nivelin lokal me muftininë e qytetit të Gostivarit. Gjithnjë kryetari I komunës ka qenë në shërbim, administrata ka qenë në shërbim dhe do të vazhdojmë që edhe në të ardhmen të kemi bashkëpunim të ngushtë me institucionet fetare, veçanërisht me muftininë e qytetit të Gostivarit. Për shkak se të bashkëpunim ne e bëjmë në interes të gjithëve qytetarëve të Gostivarit. E pam të nevojshme që të jemi në komunën e Gostivarit, të përcjellim uratat tona më të sinqerta, më shpirtërore dhe zemrore, për këtë fitore të prefektit të komunës së zotit Nevzat Bejtës, theksoi Reis Ulemaja I Bashkisë Fetare Islame Sulejman Rexhepi. Ky person ishte edhe në të kaluarën një mandat, por Bashkia Fetare Islame në kohën e mandatit të tij nuk ka pas kurfar pengesash, përkundrazi në atë kohë është arrit dhe ja vlen të përmendi se kthimi I pronës Bashkisë Islame që ishte nacionalizuar në tërë territorin e Republikës Maqedonisë, gjithashtu ishte edhe këtu në Gostivar, por prefekti I nderuar zotri Nevzat Bejta arriti që I pari të starton për të gjithë prefekte në atë kohë që të bën deblokimin e asaj prone, që ishte e nacionalizuar të bën denacionalizimin dhe t'ia kthen Bashkisë Fetare Islame. Ky ishte takimi I parë zyrtar I kryetarit Nevzat Bejta pas marrjes së detyrës si kryetari I komunës së Gostivarit.